Këtë të shtun janë të ftuar Albana Gashi, aktore dhe asistente kreative, bashkë me Erc Uka, gjithashtu asistente kreative, ku do të flasin për ruajtjen e trashëgimisë kulturore e deri tek dhuna digjitale. Me promovu trashëgiminë kulturore në rrjetet sociale, rikthimin tek rënja, do me thonë tek promovimi i trashëgimisë kulturore. Keni diçka që na më në inkuadru, siçka që jemi pra Olpiana Fest, një temë shumë e qelluar, një temë që ka ngrit tepër shumë pikpyetje, shumë diskutime, Bullizëm, qoftë komente negative, ose keq përdorimi fotove, videove tjera. E në pjesën e dytë kemi të ftuar Antigona Bongu, poete, e cila do të na flasë për librin e saj dhe sakrificat që ka kaluar në jetë, e që e bën Antigonën më të fortë se kurrë. Fillimisht, unë jam rrit nga 3 gra, shumë të forta. Gjatë luftës së fundit në Kosovë, kam humbur babajin, është martirizu. Me njëherë mësohesh edhe rritesh të marrë dashurinë veç prej nanës, e cila mundohet me ta dhonë edhe atë dashuri që të mungon. As parja, as asgjë tjetër nuk e mbush atë bëshllëkun që ta krijojnë mungesa anëtarëve të familjes. Tash po mundohem me ndje atë përqafimin e tij para shumë vite. Diçka më e rëndësishme është që nana më ka thonë ti ke më pas mund gjithmonë afër vetës. Do të thonë, unë jam edhe nana, edhe baba jot, edhe do të jem deri në frymën e fundit time. Këto e detajet të tjera mund t'i ndiqni në emisionin Rrit, çdo të shtunë në ora 19:30 në TVN.